Ishte si autori i emisionit Fantastico 8 me Adriano Celentanon dhe kinemaja erdhi më vonë. Si ndodhi ky kalim nga skenarist emisionesh në skenarist filmash? Dall'autore televisivo ai scenari di film. Io non credo che ci sia nulla nella mia vita, sia dal punto di vista così, del lavoro. Nuk mendoj se asgjë në jetën time, qoftë në aspektin e punës apo të përvojës personale, ka ndonjë logjik. Është një seri e gjatë ngjarjesh që ndoshta të parë në fund dhe sigurisht jo tani, mund të duken si një sekuencë e quajtur fat. Che forse visti alla fine e non certo adesso potrebbero apparire in una sequenza che si chiamerebbe destino. Però Por kalimi nga rastësia në fat është një hap shumë i gjatë që nuk kam ndërmend ta ndërmarr ende në lidhje me veten time. Intenzione di fare nei miei confronti. Allora parliamo del suo percorso nella cinematografia. La sua prima sceneggiatura è Marrakesh Express di Gabriele Salvatore. Atëherë le të flasim për karrierën tuaj kinematografike. Skenari juaj i parë ishte Marrakesh Express nga Gabriele Salvatores. Me të punuat edhe për filmat Tutto il mio folle amore dhe Il ritorno di Casanova. Mandej, dhe do t'i rendis të gjithë filmat, keni bashkëpunuar me Carlo Mazzacuratin, mikun e një jete. Mandej vinte kinemaja e fundit të viteve 90, shumë e ndryshme nga stili i të shkruarit të filmave sot, shkruani skenarin e Ovunque sei për Michele Placidon, bashkë me Domenico Starnonen. È un altro sceneggiatore. Nel 2011 con Bernardo Bertolucci. Në 2011 punoni me Bernardo Bertoluccin. Ai u propozon të shkruani për skenar filmi romanin Unë dhe ti të Nicolò Amanitit. Pastaj me Gianni Amelion, La Stella che non c'è, dhe nuk mungojnë edhe seriale televizive shumë të njohur edhe këtu në Shqipëri. Oktapodi 7 dhe 8,